mjetet i kemi me letra, pagujmë taksat, jemi të rregullt, rruga tregon vetë, shikon se si thot. E cop. Shtete kështu nuk vinë, hankojnë jam atë. Kjo lagja këtu për shembull, e pat vetë si këtej në kjo lagje, e pat vetë, çdo të thot. Një lagje po më tej po ashtu prap, që duhet të marrin masa shteti për këtë rrugë. Makinat e bëjnë ranga për danga ku i thon llafit. Një jam dy jemi në servis, tash si i bie gjumobet. I bie që shteti duhet të shikoj këtu, ti kthej syt. Çfarë themi më tepër ne? Për sa kohë është kjo situatë? Po valla unë kështu e mbaj mend me tatimin. Bin 20-30 vjet. S'ka në një firmë do të shtrohet e 10 bej. Çfarë themi? Fshati është shumë mirë si fshat, po nuk ka mbështetje nga shteti. Çfarë themi më tepër ne? Jeni ankuar në komunë bashkë? Po jemi ankuar edhe nuk vjen njeri. Kanë ardhur sa gazetar si puna juaj, pak pa 2-3 vjet sa mos. Po qysh rruga që është fshati që është tek, ja i shikoni vet. Sa erdhën para infermieri nuk ka, po nuk ka infermier. Tash nisëm unë një tujtë një tu mirë, unë ka makinën time dhe vetë në spital, pa gjithë ka. Një moshatar një tujtë një tu, qysh e ben? Ja dhe kesh infermieria, i kësha shiku, pa gjithë se janë infermier, atëre do thoni vetë. Qa themi më tepër ne? Sa pan rruga ishte pothuajse vetëm baltë. Ore, Po fëmijët si e bën? ashtu ikë në përbaltët. Ku do jemi? Si e shikoni? A ishi 2 vjet atje? Është e vërtet kjo që them? Apo shtojnë në një diçka tjetër? Shkolla fshati sa nxënës s'ka? Shkolla e po të vetë atje, po të jetë një 70 nxënës, po nuk janë. Ja dhe ke shkolla e shapta si aktualisht, nuk cop, që bie jashtë, bie brenda. Qa të themi në tepër ne? Është gjë që duket me sy tregon vetë puna. Tani ne as shtojmë dot as paksojmë dot, është gjë në sheshtë. Ju faleminderit që jeni munduar.